Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Orlan Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Një vajzë ka dominuar ekranin në dekadën e fundit të paktën, jo vetëm si speakere dhe si moderatore, duke treguar që nuk është thjesht një vajzë e bukur që lexon tekste. Ajo ka moderuar edhe spektakle, pra ka drejtuar edicione lajmesh, ka moderuar spektakle, njohës shumë e mirë disa gjuhëve të huaja. Anjola Hamzaj, pa diskutim që ka dominuar ekranin shqiptar në prime time në disa televizione me këto që unë thash më sipër. Tashmë, për pak kohë, ajo ka nisur një emision shumë të veçantë në radio televizionin shqiptar me emër Plus Minus 18, një emision për të rinj, dhe tashmë ky është një cikël i ri, një stacion i ri në karrierën e saj. Unë kam kënaqësinë që këtë imazh të disa televizioneve të paktën në vitet e fundit dhe jo vetëm ta kem në emisionin tim Dekalog këtu në Dritare TV. Anjola, të falenderoj shumë që pranove ftesën. Është kënaqësi e imja. Unë të falenderoj ty. Anjola, ty të njohin, thash, imazh i televizioneve e tjerë, tani ke një emision tënd. Më thuaj diçka për këtë emisionin tënd në RTS. Është një emision dedikuar të rinjve nga e hëna në të premte, vetëm me problematikat e tyre. Emisioni quhet Plus Minus 18. Fakt, një kështu si një titull erotik kështu. Në fakt e kam parë dhe në komente. Por të kanë thënë, po ti duhet të jesh pjesë atyre që shohin vetëm plus 18. Ka dhe një minus. Jo, ka dhe minus. Po unë e shikoj edhe plus dhe minus, po prap kur ka kështu shenja matematikore, them që aty diçka ka me moshën. Vetëm erotik nuk është. Nuk është erotik. Është po se na ngrive gjakun. Plus Minus 18 më tepër për të bërë një fash, pra kujt i dedikohet ky program. Është i strukturuar me 2 panele. Në panelin e parë përpiqemi të sjellim zërin e të rinjve, pra ftojmë gjithmonë gjimnazist, student në varësi të temës, dhe pjesa e dytë. Të gjithë pa njohur në kuptimin që ata nuk se kanë bërë një emër qoftë edhe në, po themi, në klasën e tyre, në shkollën e tyre, në lagjen e tyre. Po në varësi, në shkollë për shembull zakonisht ka një tendencë që drejtoresha apo mësuesit të sjellin ato ekselentët. Por jam shumë e impresionuar, jam shumë e impresionuar, absolutisht. Unë nuk e dija që janë një brez kaq i artikuluar, kaq i formuar, ose të paktën ata që kanë qenë në studion time. Se është gjithmonë kjo lufta e brezave, një tendencë për të sharë etj. Por janë shumë të hapur. Kam timbirën të moshë, unë jo. Janë të jashtëzakonshëm. Nuk e di. Je impresionuar? Shumë e impresionuar. Çfarë ka bërë përshtypim shumë nga gjitha intervistat që ke bërë? Po sepse ka një zhvillim personal krejt ndryshe. Mbase edhe aksesi që ata kanë, informacioni shumë i tepërt. Kuptohet kjo ka edhe disa avantazhet e veta, por unë shoh që ata janë shumë më të informuar, ata janë shumë më të përgatitur, ata dinë çfarë ndodh, u habita që ndjekin dhe lajmet, që nuk e kanë braktisur totalisht median tradicionale, që është në fakt një paradoks, se media tradicionale ka braktis ata, nuk ka asnjë gjë për ata, por ata ende tentojnë të shohin diçka. Kështu që ti ke emisionin e vetëm për rinin në Shqipëri? Të vetëm, po. Anjola Hamzaj ka të vetmin emision të përkushtuar dhe të kushtuar vetëm të rinjve. Kjo nuk është vetëm merite imja. Nuk dua të bëj elozhe etj, po është një ide që ne e kemi elaboruar bashkë me drejtoreshën e Radio Televizionit Publik Shqiptar Eni Vasilin. Me Eni Vasilin. U përputhën interesa në moment saktuar. Po, patjetër ishte ajo që ma propozoi mua si emision, sepse ishte një emision që mungon. Mungon në të gjithë median shqiptare, kështu që është gati mëkat që ti të mos kesh zërin e le të themi fuqisë më të madhe të një shoqëri, është motor shumë i madh për ta lënë në hije, kështu që kur bën ato pyetjet, shkonoje në mendje sikur më pyesin mua këtu 18 vjeçë, kur isha unë 18 vjeçë, a do përgjigjesha kështu? Në fakt pyetjet i kam shumë gjenuine, i kam shumë personale, ata tregojnë dhe rrëfejnë eksperjencat e tyre. Unë nuk i vë kurrë para përgjegjësisë që ata të bëjnë deklarata, të mendojnë për çfarë do thonë, të zgjedhin frazën, nëse mesazhi i tyre keq kuptohet etj. Madje shpesh ata thonë, "O bobo, inshallah nuk përfundoj meme, kanë frikë se mos thonë diçka që nesër mund t'i penalizojnë në rrjetet sociale." Si sillen me ty ata? Ata vinë për të ardhur në një emision, dhe pastaj kur ikin janë shumë të kënaqur për mënyrën se ka thënë një djalë kështu, kjo speakera është e bukur, nuk kënaqem, ka thënë, ka bërë një kompliment? Matematikisht ata mund të jenë dhe fëmijët e mi, nuk më kanë bërë ndonjë. Ore, lërë matematikën se mua vetë plus minus aty, lërë këto matematikën ty. Por më pëlqen ideja që ata ndihen mirë, nuk ndihen të frustruar. Ka mundësi të përgjigjesh pyetjes time, Anjola? Në një nga ata djem, atë ka bërë një kompliment?
kur ka mbaruar emisioni? Po, sa po ta thash, më kanë bërë kompliment, po çfarë kanë thënë? Mënyrën si i trajtoj, që ke shumë e mirë, mendonin se ishe më, jo nga pamja. Se ata 18 vjeçar, 16 vjeçar, 17 vjeçar, nuk e di, s'më ka ndodhur. Si ka ndodhur? Atëherë pas ke marrë të padurit, nuk e marrë të duhurit. Ose janë shumë e rritur për Tajland, është e thjeshtë. Okej, se kjo ishte edhe pjesë e humorit. Më vjen mirë për këtë emision shumë të veçantë. Anjola, ç'a ndodhi që ti tani e le spikerimin, e le moderimin, apo kjo është thjesht një stacion, sepse nga gazetarinë karriera jonë kështu është. Nuk e di se nuk mund ta parashikoj, normalisht kam nevojë për një detox nga informacioni. U bërë efekt këmo, detox? Nuk dua të bëj lajme për cakë. Që ke helmuar fare, boj? Po të helmon politika, se në lajmet vetëm politik i kemi, kështu që ç'a të bëjmë. Jo, unë për vete s'jam helmuar, ti fol për vete. Nuk jam helmuar, sepse detoxin e përdor shpesh, prandaj. Je si gjithë shqiptarët, ushqehesh, jeton, fle me politikë. Unë kam, do ta përzjejmë bisedën edhe me disa fotografi që ne do t'i komentojmë. Që ti i ke marrë nga Instagrami im, apo jo? Që unë i kam marrë aty ku kam dashur unë, ku e kam menduar unë, por do doja në fillim, Anjola, ti e gazetari që fillove në medjen e shkruar dhe i ke përmbysur ato se një vajzë e bukur direkt televizion. Unë kam edhe studentët në fakultet, kur i pyes, gjën e parë duan të japin lajme në televizion, të kenë një emision, ti çuditërisht e ke filluar me gazetë. Si fillove ti gazetarin? Sa isha kthyer nga Italia, se provova të bëj diçka atje, nga që jetova me familjen time, kur u ktheva, ishte, le të themi, puna më lehtësisht aksesueshme. Nuk është se u lodha shumë, nuk është se i kisha idetë e qarta, unë nuk e dija fare çfarë do bëja. Menjëherë mbasi mbarova studimet ika në Itali, kur u ktheva. Po ti mbarove studimet tu për? Për gjyqletërsi. Për gjyqletërsi. Po, dhe më pas. Ti ke lindur në? Master në diplomaci dhe studime europiane. Po, ku ke lindur ti, Anjola? Unë kam lindur në Dibër. Në Dibër? Ti je dibrane? 100%. Të zot juve dibrane? Karrierista shumë. Karrierista? Po, e pëlqen. Po flet për vete? Ti ke lindur në Peshkopi? Shumicën. Ti ke lindur në Peshkopi? Po. Po, sa vjet jetove atje? Jam lindur dhe rritur atje. Atje në Peshkopi? Po, kur ishe ti në Peshkopi, të shkoj ndonjëherë mendje që ti mund të bëheshe ylli i ekranit? O zot, asnjëherë. Shiko, nuk kam pasur unë një raport ëndrash të tillë. Unë kam pasur një ëndër që të ndërtoj veten time mirë, pra të kem një pasaport, të jem dikushi, të kem një stabilitet financiar, një pavarësi financiare. Mos haro se edhe sot atje ka një mentalitet që vajzat janë shumë të varura, paktën atëherë ka qenë shumë i fortë, shumë i theksuar. 16 vjeç, 80% e vajzave ishin fejuar. Ti nuk u fejove 16 vjeç? Jo. Nuk e bëre këtë gabim? Jo. Ti bëre shkollë? Pa. Dhe pastaj shkove në Itali? Unë s'dua burr, dua shkollë tash. Kështu the? Po, është zgjedhja ajo. Po të tha mami dhe babi që... Jo, asnjëherë, jo. Të gjejmë një burr? Jo. Po rreth rrotullt të thotë? Nuk jam rritur në atë familje, jo. Është një familje krejt atipike. Me vërtet? Po, janë shumë liberal, janë shumë... Babi ka punuar në ushtri, oficer në kohën e... Që nga vajzë oficeriti? Po, është shumë sweet, nuk ka lidhje me atë figurën që njerëzit ndërtojnë nga profesioni. Po, ke gabim këtë, ore, shiko, oficer, tani, para një ti po flet me një ushtarak, ish ushtarak njërë. E di, kështu që... Te imponon uniforma diçka, apo jo, një mendim, një paragjykim për ti. Por të bën të lirë ajo, ai të qenit organizuar, të qenit i rregullt, të bën të lirë ama. Kurse mami ka qenë arkiviste. Se në çfarë institucioni të sistemit tjetër nuk e di, por në arkiv. Po mjafton. Në arkiv. Pastaj ata ikën në Itali, po babi ka ikur në 93-shin me gomone. Me gomone babi jot? Ç'a thua? Si shkoi udhtim Anjola, se ishte kështu pagesa e frikës quhet ai. Frikshëm, se babi më aq i frikshëm ishte udhtimi sa nuk u kthye për një kohë shumë të gjatë, sepse po të kthehej pa bërë dokumenta duhet ta përsëriste të njëjtin udhtim. Ishte i frikshëm. Po patjetër. Si e ke përjetuar ato vite pa babin këtu ishte atje? Unë kam qenë e vogël, normalisht. Patjetër që e mbaj mend periudhën, patjetër që mbaj mend. Ajo periudhë më shumë reflektohet me çfarë shikoja unë te mami. Më shumë se sa mungesa e babit. Pra, çfarë shkaktonte ajo mungesë në familje? Është përgjegjësi shumë e madhe. Kështu që kjo është ajo, nuk është se ka qenë fëmijëri kaq shumë
ngjyra, sepse emigracioni, ato vite ishin shumë të vështira, pastaj erdhi 97. Vetëm ne që i kemi përjetuar i dim. Edhe kuptohet që më shumë kishte sfida se sa Dhe ti ke në Itali? satisfaksione. Në cilin vit? Po unë duhet të hikja në fakt në Itali me familjen, por çuditërisht në një kohë shumë të shkurtër rastisi që në momentin që do ikin ata, unë bëra magjorene, bëra 18 vjeç. Dhe kështu nuk më bënin dot bashkim familjar. Edhe më thanë që ti nisë shkollën dhe pastaj do të tërheqim edhe ty dhe do bëjmë një konvalidim diplome, do t'i zhvendosim studimet atje. Ti mbaroi gjyllëtësi? Dhe nuk ndodhi kjo pjesa që unë të shkoja gjatë universitetit, sepse këtë doja të bëja, dhe pastaj mbarova, shkova, kur shkova atje, eksperienca ime shumë bosha, atje dhe gati kam bezdit flas. Me vërtet. Në cilin qytet? Në Rimini, Pesaro, më shumë kam qëndruar në Pesaro. Ancona, Pesaro, ajo zonë. Dhe qa u morë ato 3 vite atje? Asgjë reflektim. Reflektim? Pastaj u ktheve në Shqipëri. Po si u futen nga zëri? Kush të futi, kush të përkrau, kush në shtetë? Ja, prit, turo. Atëherë, kthehem. Në momenti që kthehem, më duhet gjej një punë. Shoqet e mia punonin në median e shkruar. U them dëgjoj. Kë për shembull? Cila shoqe jote punonte në median e shkruar? Ti the me emra? Po, me emra dhe mbi emra. Po nuk e di nëse. Jo që ke pasur të gjyllëtësia? Po. Shoqe të rëndësishme. Po. Dorina Azo, Blerina Goca. Po, Blerinën po, kam pas gazetarët e Eurojust. Po, e di që njeni. Kështu që më tash pyesni nëse ka një vend bosh të vi dhe unë, edhe unë kam punuar për herë të parë në jetë, si me thënë, në profesion, te gazeta Agon, me Frokçupin. Të mbështeti Frokçupit, mori, të më thënë, shkove atje, se i kishin konsiderat veçantë për ty. Po, jemi miq sot, e kësaj ditë. E ruan atë konsiderat? Patjetër se ka qenë një kthes shumë e rëndësishme në jetën time, ishte puna e parë, ishte kontakti i parë. Po se di, nuk e mbajnë shumë. Kujtohet. Mes 300-400? 400.000 lekë, 300-400.000 lekë. Dhe bëj lajmet e botës? Për kthime? O, qas bëja unë aty? Qa bëja? Qëto gjë, qëfar kështë nevoj gazeta? Gazetë interesante, lezetshme. Po, shumë e lezetshme. Stafi vogël, shumë nice. Shumë e lezetshme. Dhe pasaj ti kalove në televizion, që ndodhe se një vajzë e bukur... Nuk e bëra ka përcimin unë me qëllim dhe as me plan, as me... Të tha dikush, hajde këtu? Jo. Po qëfar? Gazeta u mbyll. Si në Shqipëri. Dhe? Gazeta u mbyll dhe u hap televizioni Agon. E ti shkove atje? Francesco Begeti më tha, hajde, se ti do jesh pjesë e televizionit. Po pastaj, për disa arsye që nuk dua të flasur, nuk nisa kurrë në Agon, pavarësisht se atje shansi ju dha shumë personave të tjerë, po jo mua. Dhe nuk hyra. Dhe ku fillove pastaj? Dhe pastaj te Ora News. Te Ora News. Këtu fillon. Periudhe. E ke bllokuar Ora News sa isha atëherë. Ke mbajtur kështu, bëre imazhi Ora News. Po me shumë mundim, Landi. Nuk është se unë hyra si imazh. Cila punësh e suksesshme është bërë pa mundim? Di në një? Nuk e di, po e imja jo. Shikojmë sa foto një. Foto? I lutem regjia? Tani kjo është, po themi posteri... Qa ka erotike këtu që thua ti? Plus minus 18. E ke pasur atë shprehjen që po çoroditet e prindrit në Amerikë 6-7. Paka shumë ashtu është. 6-7. Kush e ka bërë këtë posterin shumë e bukur? E ka bërë... Grafik atje? Një vajzë shumë e talentuar, grafik designer shumë e bukur. RTS. Më pëlqen shumë. Për në YouTube si e? Të ndjekin? Se ti e ke rinuar? Reelsat e ecin shumë, pra rrjetet sociale. Në YouTube bërë shpesh sepse janë 3 javë emision. 3 javë, unë të kam parë disa. Po ecën mirë për 3 javë. Më ka pëlqyer disa rrëfime shumë interesante aty. Kupton, domethënë ti, domethënë fasha nuk e ke vetëm te plus minus 18. E ke dhe plus minus lëres po e them. Foto tjetër. Po se problemet e tyre janë tonat. Po kam djalin 18 vjeçme. Foto tjetër? Duke bërë grimi. Cila është grimierja jote më e mirë dhe ajo që të vjen në mendje ty që këtë se harroj kur këtë grimiere? Grimiere ka disa që unë i vlerësoj, kam edhe raporte miqësore, patjetër, sepse është një raport i ngushtë i përditshëm me grimieret. Daniela
e Klanit, për shembull, është një nga... Ata do ta veçoj, ha? Do ta veçoja, por nëse ka një raport të rëndësishëm me Grimier timin në jetën time, është Dash Turku. A Dashi i famshëm? Po. Pse? Sepse kur shkova në Klan, ishte Dashja që më grimonte, deri momentin që doli në pensionen dhe iku nga Klani, edhe raporti ynë ishte shumë i veçantë, shumë interesant, nga që Dashi dihet, talentuar, piktor, njeri që ka jetuar ndryshe dhe kishim edhe feeling intelektual, pra bënim biseda shumë kualitative bashk. E kuptova. Grimin e bëhe gjithmonë kështu, aty shpejt e shpejt? Jo, aty është një ritaç. Një ritaç, një kështu, një freskim. Po, një rifreskim. Tu rrezik do ke qenë nga ato daljet shumë të parashikuar, nuk e ke pasur programuar, si duket. Pa ma vje futur aty se televizionet informative e kanë këtë. Pa. Jo, do me thënë, fotoja po thua, nëse ka qenë spontane, nuk e mbaj mend. Mund të edhe të ke qenë, mund të edhe mos të ke qenë. Nga mënyra si kam pozuar, nuk më duket shumë spontane, po s'di ta them. Nuk është, apo nuk e di është bërë nga regjia, se regjia shpesh çunat e regjisë apo gocat atje na bënin foto, kur ne nuk e kishim mendjen. Okej, foto tjetër? Në Turqi. Goca? Vajza, po kanë qenë shumë të vegjël këtu. Si quhet vajza? Ema. Ke shumë të mirë emën, më. Është shumë e mirë, po. Dhe ti je nëna e Binjakëve, se si thonë është dy binjak, e Binjakëve. Në fakt janë binjak, po. Binjak, vajzë djarë. Se nëse themi 2, i bie të 4. Herë 2 bën 4, po. Janë 2. Ha, po çfarë tema, çfarë do bëhet, do t'i njaj mamit? Se di. Shumë herët. Nuk. Çfarë veçantë? Nuk është kaq çështje talenti kjo puna e Landi, apo pasioni kaq... Ja, duhet pasion, po. Atëherë, po të bëjmë pyetje të tillë, kur ti del në ekran dhe jep lajmet ose drejton emisionin, Ema, çfarë reagimi bën? Kur ishin të vegjël, kishin ato reagimet e bebave që varen aty te televizori. Vareshin, ë? Po, mami. Tani nuk është se u bën shumë përshtypje. Bën kështu, nuk thonë ndonjëherë që si mund të jesh ti edhe atje edhe këtu? Jo, e kanë kuptuar, sepse emën e kam marrë edhe shpesh në për studio. E ke marrë në studio? Po, ka dhe ca foto që jep lajme dhe ka një qëndrim, po. Foto tjetër? Bjonde, kur do rikthehem kështu. Do që të bësh bjonde? Po si shko sa bukur më ri shumë bjondja. Fakt unë bjonde jam. Të pëlqej, ti je natyrale bjonde? E vogël kështu kam qenë, pastaj jam vlerësuar diku. Po tani me sa di unë, disa vajza bëjnë çmos të bën bjonde, ti që nga bjonde natyrale dhe i ke... Jo, natyralja ime është jam kjo, një ngjyrë kështu. Lajthi, i thonë në jugun tim, në Toskëri. Lajthi i thonë në Shqip. Do dhe ju ande nga Dibra i thoni lajthi? Edhe ne nga malet, ashtu i themi. Jo, male kam shumë skrapar sa keqen e maleve, dhe unë asje se kam kuptuar këtë që andej qëtë malsi, dhe skrapar për shumë nuk qëtë malsi për shumë. Ne vetëm male kemi andej. Keni dhe ju karakteristika në fakt. Tani, ti po thuaj që aty të plus minus 18 do bësh e bjonde? Pas ke ka për kesh me këtë plus minus 18. Është me emri emisionit moj. Do bëhem në një moment pa tjetër, do kthehem në identitet, është kjo. Okej, foto tjetër? Ardi Gjebrea. Të bëri një këshu Arditi, të ftoj, bët një emision, ti ke bërë një dedikim shumë interesant. Më thuaj diçka, si ishte rrethana që... Çfarë dedikimi bëra unë, se më e mend? Po një falenderim, po themi, dedikim. Arditit në një postim. Po, patjetër, sepse... Se ti rrjetet sociale, për gjithë ata që po na ndjekin, Anjola është kështu. U vë flakën rrjeteve sociale atje. Domethënë i përdor, sidomos Instagram. Po jo, ai shumë. Në story, si jo ai shumë, çfarë thua? Unë tani që fillova emisionin nisa të postoj. Unë jam shumë inaktive, jo. Po ajo duket edhe nga numri i followerëve, si investoj fare. Po i ke në story, ti ikun mbarojnë edhe 24 orë. Po dhe... Perceptim është, Perceptim, po mirë, mund t'jetë edhe i gabuar, okej. Patjetër që do t'i bëja Arditit një dedikim, sepse Ardi Gjebrea është Ardi Gjebrea, unë kam shumë respekt. Arditi është një nga figurat, mendoj, kryesore mediatike të vendit, po nga ana tjetër, më pëlqen shumë, ja kam thënë edhe nga afër, domethënë unë
kam shumë respekt për profilin e tij tani, po unë jam fan se Arditit si këngëtar dhe kompozitor. Po. Cila këngë të pëlqen Arditit? Po të gjitha, të gjitha. Jon? Jon, ato këngët e dashurisë, si e ka ajo vetëm sonte. Më thuaj, ka shumë këngë, nuk e di, dhe shpesh i dëgjoj. Ti këndon? Edhe ajo Në raftë e librave, këngën me tekst të Dritor Agollit. Tekstit të Dritor Agollit. Ka shumë. Këtu s'do jem, mund ta këndosh? Jo, nuk di. Të ndihmoj unë. Jo. Këtu s'do jem. Do jem larguar. Mi tokë të tretur, si të tjerë. Në kafenen e preferuar. Nuk do më shohin. Kamarier. Po jam e stonuar se më vjen. Jo, si e stonuar. Këtë do ta presësh Landi. Jo, nuk e stonuar. Foto tjetër. Tani, ajo që më pëlqen mua... Edhe mua më pëlqen kjo. Jo, prit se s'më le. Ajo që më pëlqen mua... Mund ta shijoj vete, nuk jam narciste, po më pëlqen. Jo, më lërt çfarë do them unë. Ti nuk je thjesht një speaker që lexon tekste. Unë speaker. Dhe ky një sekondë tani. Unë kam të drejtën të them në një fjalë më shumë se sa ajo që ti mendon. Ti nuk je speaker që lexon tekste. Ti moderon dhe për masat e tua janë më shumë se sa kaq. Ajo që ti drejton show, spektakle, moderon aktivitete kulturore dhe tu shuzë rastin, të shpreh dhe falënderimin dhe mirënjohjen për një moderim fantastik që ke bërë promovim të librit tim të ambasadorëve amerikan në vitin 2022 në Hotel Tirana, ku ka ardhur dhe kryeministri dhe ambasadori amerikan në Jurikin. Dhe dhe sot. Sepse ti ishe shumë e zënë me mëmësinë, gjithmonë çat bjem qafun dhe ti jam shumë i njohur se po duhet ta shpreh këtu, jo thjesht lexoj ka fjalën ku e ka fjalën. Ti ke bërë një moderim që të them që je pa përgjeshme se sa mirë ke bërë. Se thua, ama se s'kam bërë gjë më the, ama s'kam. Jo Anjola. Ke bërë gjë fantastike, sepse momenti më i rëndësishëm aty ishte kur nuk kishim asgjë të skenarit dhe erdhi ambasadori Yurikim dhe ti e thjesht përktheve. Dhe nuk e prisim, erdhi, u fut aty dhe kur ti bëre atë moderim asaj dhe përktheve, bëre edhe përkthyesen, aty ishte pjesa jote kulmore. Të falenderoj shumë dy herë. Një, që ma bëre mua këtë, dhe dy, që tregove veten se kush je Anjola Hamzaj. Dhe ky është një lloj moderimi, e kam vënë këtë, që ti nuk je thjesht, thash, kokat e lajmeve, ti nuk lexon koka lajmesh. Ti je këtu që moderon një spektakël. Tani fol për bukurinë tënde. Jo, dua të them vetëm këtë që ka një lloj njerëzit mendojnë që ai që lexon lajmet është thjesht një lexues. Në fakt, nëse një herë në jetën tënde ke punuar në televizion informativ, ti nuk mund të jesh kurrë një speakere dhe një lexuese. Nuk ka asnjë mënyrë që ti mund të mbijetosh aty. Sepse nuk mund të jesh aty. Nuk e bën dot. Nuk e bën dot. Ti je aty e përgatitur në kontakt me lajmin, të nevojitet shumë background yt, pra në një farë mënyrë nuk mund të jesh lexuese. Këtu kam prezantuar Miss Universin. Petri Bozën? Jo, Eduard Dedaj. Eduard Dedaj. Miss Universi, se i ka Miss Universi. Miss Shqipëria, po? Dhe ishte për mua një eksperiencë e re, ndryshe, për herë të parë, u zhvillua në Pallatin e Kongreseve. Në cili vit? Transmetoj vjet. Vjet, po? Transmetoj në, apo si vjet, se jemi në fund vitit, nuk e vem mend. Ndaj këtë, vjet apo si vjet? Jo, si vjet. S'ka problem. Me thënë herët nga gjysma, si vjet. Dhe më bëri propozimin Eduardi, që unë nuk e njeh, po kam përshtypjen ishte edhe fakti që transmetohej drejt për drejt në klan spektakli dhe duhej patjetër. Domethënë funksionon që është. Kë kishe partner këtu? Tenin, një djalë që e kishin zgjedhur ata, që është pjesë e kompanisë së tyre. Po, pjesë e kompanisë së tyre. Bravo. Foto tjetër? Teni Vllacaj dhe përshëndes sepse kam shumë respekt, është djalë shumë i mirë. A këtu kemi dhe një mesazh në fakt për 8 marsin, të gjitha vajzat e klanit. Po keni afruar shumë, duket. Jo, kështu ishte foto. Ja shikoj këtu. Po në Instagram, atje po, se këtu më duket. Këtu është për masa, po? Kështu aty dam një mesazh për 8 marsin që organizoi vetë klani, televizionin kur punonim. Edhe pjesë këtij mesazhi. Sa qëndruat në klan? 8 vjet. 8 vjet.
në Klan dhe në Klan News, të dyja. Si bëhe këto? Si përballohen më të dyja? Shikojnë lajmet e pas drekës, do të thënë ti ishe në atë dhe shikoj edhe në Klan News. Si përballohen të dyja? Po me eksperiencë dhe me çfarë bëhej në Klan News, Klani për mua ishte për nga rëndësia ishte më i rëndësishëm në kuptimin të logos, të përgjegjësisë, sepse janë 30 minuta në të cilat hapësirën për të bërë lapsus apo gabime nuk ja toleron vetes, sepse janë 30 minuta të rëndësishme që ti të moderosh një edicion lajmesh. Kurse Klan News ishte tjetër gjë, pastaj ishte ajo që ishte një hapësirë 2 orë 30 minuta çdo ditë dhe aty le të themi ishte lodhja më e madhe, puna më e madhe, intervistat, aktualiteti, kontaktet. Situatat e paprogramuara. Po, lidhje direkte me gazetarë. Lidhje direkte, po. Foto tjetër. E përballueshme është, nuk është se... këtu jam... Ku je? Në... si e ka emrin ai vendi në... Në Maltezi. Në Kolashin. Kolashin. Kolashin, famsh. Kolashin. Shkon shpesh? Shkoja. Ke raportet mira me të borën, se ti nga Dibra jenë? Po, nga Dibra, po kemi rëshkitur me hekura, jo, s'kemi pas ski, ku, dhe sot e kësaj dite... Tani bën ski? Je skiatore? Po, shikon këpucët? Ua, jo, aty mund të shikoj se mund të dalë në fotografi, vetëm për fotografi. A bën ski? Jo, ato janë këpucë specifike për ski. Ato nuk janë këpucë bore. Ato ke hequr skit dhe janë këpucët e skive. Bën shumë? Bëja. Ushtron shumë? Shumë. Normal. Zbresja malin vetë. Malin vetë, Po. Wow. Ngjitesh me teleferik dhe zbret vetë. Bravo. Foto tjetër? Londër? Po. Tamizi? Tamizi, lumi Tamiz? Po. Mendova se një lokali, një kështu. Jo, Tamizi, lumi, tani. Më tingëlloj kinez, shumë interesant. Kinez, Tani ti ke vënë vetëm atë aty po. Po unë këtu kam qenë shtatzan. Me binja. Kam qenë në Londër, mbaj mend se bënte të shumë ftohtë. Ishte ftohtë, po sigurisht në Londër nuk mund të bëjë ngrohtë. Si ishte Londra? Pëlqeu, Të pëlqen. Kush pëlqen shumë, Roma apo Londra? Energjia shumë. Kush? Londrës, energjia. Energjia. Po Roma shumë vajzat. Vajzat? Ishin shumë easy, visheshin me ngjyra shumë dekolte në mes të ftohtit, unë isha mbërthyer me shall me kapuç, nuk po gjeja qetësi, ishte një ftohtë i keq, nuk ishte një ftohtë i thatë. I ftohtë. Po. Dhe shikoj ato me dekolte, ishin, nuk e di, më pëlqeu shumë. Roma është tjetër gjë, nuk e bëj dot krahasimin. Si është Roma? Ti ke jetuar? Është, nuk e di, një qytet që i rikthesh me të njëjtën dëshirë gjithmonë. Me vërtetë, kështu shkon në Romë, kthehesh me dëshirë. Keni një model kështu nga speakerët, moderatorët, gazetarët italiane? Jo. Nuk e, Shke nga ato të famshmet, që nga... Lili Gruber. Çfarë them personazhe të tjerë, Loreta Goggi, apo ajo është më e vjetër akoma, po deri tek këto të reja. Vlerësoj, nuk është vështirë të krijoj unë kështu një lloj lidhje të fuqishme me një njerëz që të them ky është modeli im. Apo i ke kështu këto anglosakson, mos ke Christiana Mampur, pse? To CNN. Ja. Nuk e ke as atë? Po ka pëlqyer më shumë Halagoranin e energjia e Alës, po. Me vërtetë, e pëlqen Halagoran? Ke një gjë si Halagoranin, ndoshta nga syt, ndoshta nga ekspresiviteti, nuk e di. Halagoranin, Po. Vajza nga Siria ti që u bë hylli, nga Siria, si arriti ajo? Filloi në një televizion francez, pastaj kaloi te CNN. London. Në Londër, bravo, e njihej shumë mirë, bravo. Ja, këtu është e veçanta. Ta kava ku e ketë veçantën edhe nuk e thjesht një speaker. Foto tjetër. Pra vajza? Prap Ema, po pse nuk më keni nxjerrë çunin? Ja, pa prit se si duket si radhë. Do ta nxjerrim çunin patjetër. Ema, foto tjetër me që mami tani do vet djalin inshallah del. Okej, këtu jeni me atë? Miss Univers. Këtu e. Po. Ky është Teni. Po, ai që nga goxha, sa gjatë je ti? Unë jam 1,70, po ai është 1,90 e ca. Po me taka ti 1,80 vete. Me taka. Po. Pra, vete.
Kaq 10 centimi mban takat gjithmonë? Edhe 12. Edhe 12, ha? Ore, si rriti me 12, si rriesh? Rri drejt, thua. Rria ka kosto. Po për veshjen si ja bën? Kush të vesh? Në televizion? Po në televizion? Apo në spektakël? Po këtu, mund ta thuash këtu, okej, po... Jo, nuk... Në televizioni, gjysmat vetë, sepse normalisht ndër vite... Po, ndër vite e krijon një garderob për televizionin. Vetëm se deri tani kisha menduar vetëm pjesën lartë, se dilja në lajme. Po tani? Duhet të mendoj komplet, nga kuca dhe... Për pjesën poshtë, e kuptoj. Por jo, kam kostumografe, veshjet mi... E vleson kush është kostumograf? Është një vajzë që ka emrin Prishila. Aty në Është dhe Miranda Dupi që kam përshtypjen merret me si drejt. Po do tjetër? Luis. Ja, më ja, Kingu. Si quhet djali? Luis. Luis. Pse ke vënë emër Emma dhe Luis? Ka ndonjë kuptim? Jo, shumë të bukur, po ka ndonjë kuptim kanë vënë, ka ndonjë arsye apo thjesht? Jo, unë thjesht pëlqej. Isha shtatzan, thash ka ardhur momenti të gjej një emër. Ula. Bëra ca researche. Më goditën këto të dy dhe bashkë, nuk e di pse më krijonin mua muzikalitet. Si shkojnë të dy? Binjak, djalë vajzë, djalë, vajzë, e kuptojmë, po djalë vajzë? Shkojnë mirë. Shkojnë mirë, ëh? Shkojnë mirë. Emma është më agresive, më... Ngjajnë shumë të dy, se s'duken shumë? Jo, nuk ngjajnë. Nuk ngjajnë, ëh? Ngjajnë, po jo... Jo, pikat e ujë. Nuk janë identike. Pikat e ujë, nuk janë pika ujë, ëh? Jo. Mashallah. Foto tjetër? Olandi, ku jam këtu? Ti nuk je aty, po të kështë postuar ti. Çfarë është kjo për ty? Çfarë është? Po s'po identifikoj shtetin. Ama Itali është. Po jo, nuk është Itali këtu. Këtu është Itali? Po mirë, nëse është Itali na e shpjego. Është një nga postimet e tua këtu. Ke qenë këtu? Jam këtu? Po. Qofse nuk do ta komentosh, okay, kalojmë në foton tjetër. Ka ca gjëra që si mbaj mend. Mos më thoj këtu tani. Janë postimet e tua këtu. Këtu do jemi në Londër. Postimet e mia do jem. Në Londër do të jemi këtu? Po që... Aq shumë pëlqeu Londra? Thjesht po më kthem pas në atë periudhë që udhtoja shumë dhe tani s'kam kohë që... Udhtoj shumë? Udhtoja, po, shumë, do të thënë udhtoja. Cili është vendi më i largët që kesh... Jo, nuk jam nga ato udhëtaret... Të Fevziut, Allah Fevziut. Jo. Do doja, po nuk i kam... Pse? Nuk e ke dëshirë apo s'ke mundësi? Po më duket shumë e lodhshme me 2 fëmijë të shkojnë në fund të botës. Puna në televizion është shumë e pamundur. Po Fevziu si e bën Fevziu? Se atje në klan e ke pasur. Si e bën ai? Higën, sot jam thot në Australi, pastaj nesër jam në Cape Town, pastaj thot jam në Honolulu. Si ja bën në kuptim? Këto theti pra, familja, puna? Po, jemi në fazat të ndryshme të jetës, e para, e dyta ai është shumë i pavarur në punën e vet, organizon si të doj, kështu që e ka hapësirat më shumë se unë, nuk kam qenë e varur, lajmet janë një burg. Lajmet nuk i le dot. Lajmet janë burg, ë? Po, patjetër. Tani je çliruar që kam përshtypjen. Po. Je çliruar. Duke. Dukesh. Foto tjetër. Prap Miss Universi. Tani me makinën çfarë marrëdhëniesh ke? Fantastike. Qa makine ke? BMW. BMW. E bleve vet? Ja. Kush e bleve? Burri. Burri? Kush është burrit? Burrim. Burrit. Është italian? Po. Na thuj diçka. Po, është njeriu që kam sjedhur. Është bashkë. E ke njohur në Itali apo këtu? Këtu e kam njohur. Këtu e njohur, a? Jo Italia. E pse kjo është ironia. Po pra, se krijova idenë, më thënë sikur e ke njohur në Itali. Të gjithë kështu e krijojnë idenë. Po pra. Dhe ju u martuat këtu, i bët gjitha këto, po themi, celebrime, festat... Dasëm, jo. S'ka bërë dasëm? Pse? Më duk një shpenzim i madh. E vërtet, ha? Po. Tani, më thuaj të lutem çik për raportin me makinën. Atë e shkel shumë atë gazet? Ja. Deri sa shkon? Sa ke shkuar deri? Po tani, kur bësh në Landi, kur me frenador, të lutem. Me frenador, ha? Po nuk shkon, nuk mund të jem aq e papërgjeshme. Sa gjoba ke marrë? Nuk marr shumë gjoba se negocioj. Negocion, jo se s'bën gabime. Po bën gabime. Gjatë polici të lutem më fal. Tiranë bën gabime, apo sa çiko polici ty thot kam par lajme.
Po edhe po su kujtua, ja them vetë. Ja thua, çfarë thot polici? Thot, Stepet. mos e përsërit më. Mos e përsërit më, e kuptova. Foto tjetër? Po me telefonin që marrë ke? O, zotë, shumë të keqe. Të rëdit në telefon? Të thot ndonjëherë vajzat e djali, o ma bo. Jo, ideja është që ata nëse të shojnë ty që ri shumë telefon, do rinë ata vetë në telefon. Praktikisht, ti nuk mund t'i thuash fëmijës tënd, ti lexon të rinë celular, sepse modeli nuk është predikim. Ky është pjesa më... Po unë në telefon nuk është se ri vetëm... është puna jonë shumë e lidhur me telefon. Si, mendojmë në punën pa celular? Mos rrim tërë ditën në celular? Si ta bëj? Nuk është se flasë në celular apo më pëlqen bëj telefonata shumë gjata. Po çfarë thua fëmijë? Çfarë thua vajzës? Si thua që të keqë mami mos rrin celular? Si ja heq celularin, po themi se ky është një problem për gjithë prindrit besoj. Po kam arritur deri aty se ja kam fshehur. Ajo është 7 vjeçare, nuk duhet të ketë celular fare, pikë pari. Po edhe iPadin që ajo përdor, në qoftë se e ka tepruar, që nuk dëgjon pra, bëj një ndëshkim i vogël, ja fshet 2 ditë, 3 ditë, edhe ajo nuk e kërkon, se e di që e ka tepruar. Është shumë e vështirë, Landi. Unë në fakt pëlqej më shumë të pjesën e krijimit të këta të një sistemi vetë autokontrollues, në sensin që të navigojnë, të kuptojnë, të dinë, nuk është prerja... Je nën me merak për rrjetet sociale për fëmijët e tu? Si që ke parë nuk i postoj shumë, shumë pak. Jo, a ke merak që ata aty mund të, meraku që kemi gjithë prindrit, që mund të kenë një problem duke qenë në rrjetet sociale? Ishe pro apo kundër ndalimit të TikTok? Për fëmijët e vegjël ndalohet. Po, do rriten ata, Jola, e di si rriten? Harrojon tim që ka qenë ai 7 vjeç sa të tut. Shiko, është edhe si kjo djegja e etapave. Ke parasysh ka disa persona që i djegin etapat edhe pastaj pas të 40-ave nisin të jetojnë adoleshencën e merat, lajfisin. Tani edhe këta fëmijët nuk mund 20 vjeç apo 18 vjeç të bien në kontakt me media sociale, se pastaj nuk do dinë si ta menaxhojnë siç duhet. Kam përshtypjen se edhe këtu është një rrugtim. Le të navigojnë, gabojnë një herë, ekspozimi është shumë i madh. Unë shqetësimin këtu e kam. Shumë i madh ekspozimi. Tani nuk janë sigurt më në shtëpi. Përkundër, në shtëpi janë më të pasigurt nëse i ke në botë, i ke jashtë, i ke në shtëpi. Nuk është duke qenë në shtëpi, për ata janë jashtë. Foto tjetër? Këtu e të grimi. Këtu duhet të pyesem për grimin. Këtu e të grimi. Dhe grimit, grimi në klan. Po, se ende nuk kam postuar nga puna tjetër. E të grimi i rëtëshës thua? Po do kemi qenë para një feste, para se shkonim në ndonjë fest. Po, mund të ke qenë edhe për para i moderimit i këtu? Jo. E ke pasur në një... Jo, e mbaj mend që ka qenë... Foto tjetër? Te hyrja e klanit. Tani këtu e ke lënë punë apo je për të futur në punë? Nuk kam përshtypjen duke ikur. Duke ikur? Jam më relaksuar se ç'duhet. Përpara jam pak më nervoz. Foto tjetër? Që të kemi një... Ja, përsëri me makinën, themu tani. Kjo është makina e parë dhe... Jep shumë pavarësi, liri. Mua më pëlqen shumë të thoj. E ke menduar ndonjëherë pëlqen të thoj dhe vetëm shumë. E ke menduar ndonjëherë mund të kishe shofer? Jo, o zot. Po jo, sepse unë edhe kur jam me burrin tim, unë stresohem shumë. Pse? Pse s'më pëlqen si jep makinës. Ecën shpejt? Ecën keq. Ecën keq do të thotë. Shpejtësia problemi kryesor. Po kush është? Këto kështu? Mënyra si e trajton makinën, si frenon, si e llogarit kohën me makinën që është përpara teje. E kuptoj. Po ti e kështu e ëmbël kështu, tak. Po but, pse? But. E kuptoj. Po do tjetër? Ke bërë një aksident? Po. Një përplasje? Po. Çfarë thua? Ku? Një aksident shumë interesant. Kam përshtypjen se ka qenë fillimet Sa kështë marrë patente? Eksperiencës time. Jo, patentën e ka marrë herët, po çështja është kur merr makinë. Po, ajo është. Po në fakt, nuk e di pse isha në blok, po ka qenë herët ky aksidenti. Çfarë viti? Se mbaj mend vitin tani, se unë gjërat e këqija nuk i shënoj.
Po? Ke parasysh rrugën të bllokut që del te Tajvani? Po? Aty, po, nuk ka qenë kjo ura e madhe, ka qenë ajo ura e vogël. Mban turën e Po, vogël të Tajvanit që lidh bllokun, hyrjen në bllok. Po. Unë isha nga blloku për të ikur andej dhe në vend që të marr kthesën, ja futa drejt. Kush me kë përplase? Me një shtyll. Shtyll? Unë thasë the makinë. Ndriçimi. Aha. Edhe i këputa nga fundi një 3-4 pemë që sa ishin mbjell atëre nga bashkia. Ishin kështu të holla. Tak u këputën. U këputën? Po. Po ti vetë pse vëje? Asgjë. Ti më na paska dëmtuar. Domethënë për një pak centimetra, pak centimetra edhe do kisha përfunduar në lanë. Ç'a thua? Po. Ti pas ke shpëtuar? Një javë më pas një vajzë përfundoi në lanë. Njëti vend. E di si efektet sikur dhe lajm. Sikur dhe lajm. Po jap informacion. Po çfarë ndëshkimi more për këtë? Asgjë, pse? Job. Po pra, more job. Paguan pra ato detyrimet, pemëve dhe të ndriçimit. I pagove? Po. Që nga i moment s'ke bërë më? Jo. Po si, humbe kontrollin, humbe çfarë? Ç'a ndodhi? Po ishe fillestare. Isha më shpejt se ç'duhet. Edhe kjo është një ndër arsyet kryesore. Që ti nuk ecën më shpejt. Jo, pastaj ecja unë. Unë s'kam ecur shpejt në moment që jam bërë nën. Derisa jam bërë nën, kam ecur, dhe di, në për këto autostradat Kroacisë apo shkon në Vjenë, se kemi qenë njerë me makinë. Po. Tani, që kur i bërë nën, të ka frenuar? Pa tjetër. Okej. Foto tjetër normale, nëse nuk e bën, është e çuditshme. S'kemi foto tjetër. Si është media sot, Ajola, më thuaj diçka, se ti bëre sa vjet nga zëri? Po ku bën gati 15-20 vjet? Po. Më shumë se 15 edhe në një vit më pak se 20. Ke goxha eksperiencë tani. Si është media sot? Si ka ndryshuar media? Shumë ka ndryshuar. Shumë vit pas viti. Ose kuptoj unë më shumë se tani nuk di ta ndaj, po kam përshtypjen se edhe ka ndryshuar. Ajo që më vjen keq është që sa vjen dhe minimizohet roli gazetarit. Edhe për pasojë ti nuk jemi i respektuar si dikur, as i besueshëm. Kthimi i televizioneve në biznese, apo fakti që duan, që parsor kanë përfitimin se sa të bërjen e televizionit, është për mua me pasojë direkte te gazetarët, edhe te cilësia patjetër. Si ka arritur ti që ti mbushësh mendjen, jo thjesht punëdhënësve, po në ana profesionale drejtuesve të tu, që ti tregoj që ti je aty jo pse je një vajzë e bukur? Po këtë e tregon dhe koha, nuk më duhet shumë të... Nuk insistoj në disa gjëra se në momentin që insiston si kur aprovon një... Kur kërkon konfirmim, është më negative se sa ta lësh vetën, të provosh me kohë. Kaq, nuk është se... Po që pamja nuk shmanget landi në... Kur vjen puna për ekran, nuk shmanget, pra... Kë vleson nga vajzat e ekranit? Nga speakeret, ata që japin lajme njërë, pastaj do të them për emisionet. Aktualisht, vajza që japin aktualisht lajme, në di që se kam menduar këta? Ja mendoj një 10 sekonda, koha filloi. Nuk e di. Për gazetaret në kohë, flas Brezi, Rudina Xhungës, Ilva Tare, Eni Vasili, Sonila Meço, janë vajza që suksesi u flet vetë. Praktikisht i ke një lloj respekti, admirimi që ja ka ndalë, se nuk është realitet ka që let ky hyni për t'ja dalë kur je grua. Grua, nën, se ka rëndësi kjo. Patjetër se jeta ka faza dhe të mbjetosh në çdo fazë, do vërtet një kokëforci profesionale. Aktualisht të mendoj, po ka shumë, ka disa figura... Për shumë. Që në klan nuk ka, se unë isha e vetmja. Vajzë? Po, kur i ka. Tani nuk e di. Po, vajzë isha unë. Ishte Reis Qiqo, Drini, edhe Drini u largua. Është larguar dhe Drini? Po, shumë pak pas me një javë. Po? 2 javë. Po ka, nuk e di. Enita Mema është një gazetare shumë e mirë, një speaker e mirë, edhe paraqitshme, edhe... si figurë që mua më pëlqen, janë vajzat në Top Channel, po që
kanë tashmë shumë Kë veçantë? Po, Monika Stafa. Po? Genta Popa. Genta Popa. Tani po t'i marrë me radhë, nuk e ti. Më thuaj ti, se nuk t'i marrë me radhë gjitha ekranet. Po nuk është se... Nga përvoja jote të Ora News, çfarë ke, duhet tani, se ajo është pjesë e rëndësishme në karrierën tënde. Çfarë ke në memorie, çfarë ke ruajtur, sepse edhe ishte një televizion që bë goxha i rëndësishëm në media shqiptare dhe atje ishte një televizion informativ, duhet të zgjente, e tha dhe vetë, një televizion informativ ka tjetër ritëm. Po, ajo që unë mbaj mend atje është fakti që unë atje doja t'ja dilja, në sensin që unë vërtet vija nga media shkruar 5 vite, po televizionit kërkon diçka tjetër. Ritmi. Dhe si e bëre këtë kapacitetin të madh? Ritmi. Si hyra, rastësisht, shumë rastësisht. Jo, kapacitetin profesional nga media shkruar në televizion, se aty e pa atë të parë. Po, të thash, pra aty ishte një impenjim shumë i madh i imi, sepse isha në një moment që më duhet të profilizoja veten profesionalisht, sepse media e shkruar fatkeqësisht vdiq. Kështu që investimi përfundoi në kosh. Ritmi ishte ndryshe, mënyra si punoi ndryshe, ambienti është krejt ndryshe krahasuar me të gazetave. Kështu që eksperienca me kamerën dokone vetë, nuk mund t'jesh si ditën e parë dhe tani se s'kam lidhje fare, domethënë njeriu rritet. Ka qenë një eksperiencë shumë intensive, shumë. Unë kam punuar për një kohë të shkurtër në drejtimin e dy drejtorëve, por me Ilvataren që kam punuar më së shumti tek Ora, Ilva të hedh në det, di apo s'di not. Të hedh në det, të hodhin det ty? Të hedh, Ilva jetë të gjithë. Ti dje not? Po, mbjetova. Mbjetova, ja dole, a? Dhe të provon Ilva, të vë në sfidë. Do të di kush je, dhe në momentin që e kupton, pastaj vendos të promovoj apo mos të promovoj. Të marrë kamera me të mirë, thonë Amerikë. Ty të ka marrë kamera me të mirë? Që do me thënë kjo? Se kupton fare këtë? Ja. Po del mirë në ekran, kjo është. Ty të ka marrë kamera me të mirë. Se jo gjë kënd, mund t'jesh i bukur dhe të tjerë kamera. Po nuk është se... Paktën të Ora News Ilva nuk është e kishte kaq prioritet. Madje Ilva sikur kishte një lloj antipatie për njerëzit që nuk ishin të aftë. Jo. E kishte problem aftësinë. Edhe kam përshtypjen se gjithë e kanë në një moment, pra donte të bëhe puna. Elokuenca, mënyra si reagoje, lidhje direkte, edhe nuk I mjaftonte Ilvës vetëm fakti që ti je mësuar me kamerën. Pra, diferencën e kërkonte tek ajo që, sepse çdo I ri përballë kamerës, arrin një moment që e ka përcen kamerën dhe ti duket sikur është rritur. Por rritja vjen deri këtu dhe ngelen të gjithë standard. Ilva të paktën ma ka shprehur dhe personalisht më vonë, edhe e kam kuptuar që e vlerësoj që unë rritin e kisha më të thellë. Anjola, ke dhënë një lajm që s'do dohet ta jepje? Kam përshtypjen se që s'do dohet ta jepi që më tingëlloni rënd është vetëm kur ka lidhje me ndonjë diçka timen personale, po plot, Landi, plot. Plot? Më thuj. Po plot. Nuk e di. Pandemia, me që e kemi të freskët, ka qenë një ndër periudat më të errta për mua, sepse nuk e di, pata edhe një moment që isha shumë sensitive. Pra, vtisnin të rinj të ashtu, dhe t'jepi lajm. Hynin në spital. Dhe t'jepi lajm. Na u bën njerëzit statistika, do me thënë trupat e pajet ishin thjesht numra. Dhe ti nuk qëndron dot indiferente ndaj kësaj. Dhe sidomos kur është pandemi, pra je prekur në mënyrë të drejtë për drejtë, je izoluar etj. Ne ishim vetëm që ishim të izoluar, në fakt se ne shkonim në punë. Pandemia po, sulme terroriste që kam qenë në Ora News atëherë kur I kam mbuluar Bataclan, Francë, Gjermani, u bën masive. Nuk e di, madje më kanë krijuar dhe një panik sot për sot, flasim turmat. Ne kemi këtë që dalim në ekran që pavarësisht gjendjes qoftë fizike, mendore, situatave që mund të kemi, ti do dalë shumë mirë aty. Ke pasur një rast që ke qenë shumë keq, mund të kesh pasur një problem qoftë edhe shëndetësor, edhe një grip do të tjetërson, por edhe një situatë që ti e kishe shumë të vështirë të dile po dole dhe...
Tani, unë kam përshtypjen, mire të ne e dim se si funksionon. Unë kam dalë me 40 temperaturë. Me 40 temperaturë? Po, pa tjetër. 40 temperaturë? 40 temperaturë. Nuk e kam lënë punën. Pasi kam lënë punën, kam ikur në shtëpi dhe kam pirë paracetamol, çaj e tjerë. Kam dalë eftor, kam dalë pas zë, kam dalë me çfarë do lloj problemi, kam operuar çunin edhe kam shkuar, kam dhënë lajme, kam bërë edhe këtë, po. Ke operuar djalin dhe ke dhënë lajme? Po. Si e kam denjur një natë në spital të nesërme, se kisha marrë vetëm një ditë leje dhe kam një përgjegjësi gati sik të smur. Puna, nuk e di pse e kam këtë. Do thënë, kishe operuar djalin dhe vete dhe lajmet? Bravo qoftë. Një nën. Këtë nuk është e din shumë njerëz për shembull. Shumë një profesionist është me të vërtet ke treguar veten me këtë. Wow. E kam bërë. Nuk e di. Nuk është për të vlerësuar shumë. Nuk e di. Njeriu merr kohën e vet, vendos prioritete. Është një besim profesional që po bësh. Sa kohë kam marrë përsipër ta bëj, do ta bëj edhe nuk po e kam bërë. Do të thënë, nuk ka ikë dhe zëri, patjetër. Ka ikur dhe zëri. Si është kjo xhelozia mes ju speakerëve? Nuk është që... Nuk e di, Lani, flitet shumë. Si flitet shumë, unë kam qenë drejtor informacioni, nuk kam qenë dhe e di këtë. Tani, unë kam hyrë në këtë, më ke futur në këtë fazën që çdo gjë që them unë do t'ingëlloj pa besueshme, refuzoj t'i përgjigjem. Jo, pritur se këtu nuk jete plus minus 18. Do vish dhe do ta shohësh. Vi me shumë dëshirë, si janë xheloz ata që dalin në ekran me për njëri tjetrin? Po ka xheloz, ka njerëz. Jo, ka dhe xhelozi të mirë, po ka dhe xhelozi kështu, i natë, domethënë. Nuk ka xhelozi të mirë, ka konkurrencë të shëndetshme. Pra, një individ i cili ka një performancë të mirë, një disiplinë pune, një nivel të caktuar në punë, ai krijon një konkurrencë të shëndetshme në rastin pozitiv të gjës. Po? Sepse tjetri do inspirohet. Po? Ai që do vi pas meje, nëse mendon këtë për mua, do përpiqet të jetë edhe ai në një nivel të mirë. Apo nëse unë shoh Drinin që më pëlqen mënyra si është, si i jep lajmet, atëherë mua kjo quhet konkurrencë e shëndetshme. Xhelozia pastaj nuk ka asnjë bazë të shëndetshme. Ka shumë në ekranin shqiptar kështu? Që janë, do thënë, xheloz, po? Po mendoj që po. Mes vajzave më shumë apo mes djemve? Po, më duken dhe djemt ka që imun, t'jeme sinqerë, sidomos djemt burrat që punojnë televizion, kanë karakteristika shpesh shumë feminile, nuk i shoh ka që imun. Feminile? Po i kanë, sepse kanë xhelozin, kanë thashethemin, kanë çdo gjë që kanë. Edhe burrat si gratë? Po patjetër, ti e di shumë mirë. Jo, unë e di, po unë duhet më thuash ti se që a them unë për të intervistuar ti mua më thuaj. Çka ka? Vajzat jo se është normalizuar tek vajzat, do të thënë është bërë kështu se gratë kështu janë, do të thënë janë xheloze për njëra tjetrën. E di, kam parë vajza që unë shpesh edhe kam vështirë të identifikoj me të drejtën kush është xheloz dhe kush nuk është, sepse nuk i shoh kështu. I kam parë gjithmonë si kolege, i kam parë se mund të bëj një vlerësim, po të më thuash që. Cilin emision shikon me shumë dëshirë? Hap ekran, ke shikon me shumë dëshirë. Ke ca të preferuar ti, kam vërë unë. Kë? Rudina Magjistrani e ke qef? A, që të gjitha unë? Për Rudina po, se... Po, Rudina ka emision të veçantë, ka emision të embël, familjar, do më dhënë, me të vërtet veçantë. Jo si ajo që emision mëngjesi dhe merr politikantë ata që në darkë ka qenë deri 11, edhe ta ke marrë në mëngjes. Që Rudina e ruan veten në këtë, e ka shumë specifik. Por Rudina kam përshtypjen se e dominon pas ditën e ekraneve shqiptare, sepse është shumë... Se tani jam shumë e lirë të shprehen për Rudinën. Fol. Do ma merrnin... Po jo, po do i quajnë qoka, ti e di. Ja, bëri qokën këti, ja bëri qokën ati. Si ti, po të njohën, se ka unë, po ti më nje, po të tjerët nuk më njohin, kështu që... Nuk e të qokës. Marzhi i... Bile ti mund të thuash në një gjë që mund ta prishësh qokën. Jo, por Rudina... Jo vetëm që e dominon pas ditën, mendoj unë të ekraneve shqiptare, po për mua futet në ato personazhe që është e lindur për televizion. Është natyrale, është pozitive. Ajo nuk ka është natyrale dhe pozitive, shumë mirë. Nuk ka asnjë grimc negativiteti në biseda që zhvillohen me të ftuarit. Ka një buzëqeshje $1 milion.
Buzëqeshi $1 milion? Rudina, po. Rudina Magjistari, buzëqeshi $1 milion e thot Anjola Hamzaj, ja? Tjetër, po e ka, Landi. Më gjej një personazh tjetër që qesh si ajo. Po buzëqeshi $1 milion, shumë e bukur, shumë e bukur. Është e lindur, është shumë për ekran. Mbasi jetë Magjistari, çfarë i thua dhe çfarë të thot kur ke qenë ftuar? Se cila duke vrapuar për... Ke punë tjetër. Sepse unë do shkoj në punën time, Rudina mund të ketë panelin e dytë, mbas meje. Dhe s'ka kohë pasaj për... Po, po flasim, me Rudina në takojshim çdo ditë në Grim. Aty është ajo, zemreku, aty është zemreku, ajo dhoma e Grimit, aty, te Grimi. Po, takojshim edhe është shumë person, është e veçantë. Faleminderit e tjerë kështu. Të bëjmë pyetje kështu tani ti po bën një mision me rinë, shumë i këndshëm kjo. Po mund të jesh sërish imazhi i një televizioni, për shembull, i Retashas. Po them unë tani. Apo do fokusohesh tu te ky projekt njëherë për njëherë. Po Landi, me të drejtën po e shijoj shumë, më pëlqen. Jo, ke veçantë, fakti që Anjola e ke shumë të veçantë. Shiko, kur del nga kuadrati i lajmeve, në një farë mënyrë ti ke mundësi të shfaqësh disa dimensionet vetes tënde me një program. Edhe kush më njeh di që mua më pëlqejnë bisedat, më pëlqejnë pyetjet, më pëlqen eksplorimi i tematikave të caktuara, më pëlqen të bisedoj me të rinjt. Nuk shoh një arsye sepse duhet kem, le të themi, disa stereotipe t'i rikthej për të qenë, unë jam shumë mirë kështu siç jam, nuk dua të jem fytyra e askujt, as imazhi e askujt. Me një televizion të huaj mund punoj një ditë? Ti njëse shumë e mirë e gjuhëve të huaja? Jo. Nuk do punoja? Jo, nuk do punoja, nuk do mundesha, sepse... Hala Gorani si vajti atje? Unë jam njëse e gjuhëve të huaja, po kam përshtypjen se gjuha është shumë mentalitet, duhet të kesh jetuar Hala Gorani si vajti? Nga Siria, e tham njerë, nga Siria e të kapësh CNN-in në Londër? Po, Hala ka jetuar në shumë vende, nuk është Hala. Edhe ti ke jetuar të njësë, mos bëjt të njësë, s'ke jetuar vetëm dibër. Nuk e di, nuk e ndjej si kur gjuha ime, qofte edhe kjo italiania, që ne kemi kaq familjare, flasim shtëpi, e kemi si gjuhë të parë, nuk besoj se më mjafton. Si duken që fëmijët e ke gjysë italian? Si duket? Fëmijët janë fëmijët e mi. O sa përgjigje bukur. Ska lidhje nacionaliteti fare. Flasin italisht? Besoj po. Të dyja gjuhët, shumë mirë. Edhe anglisht. Edhe anglisht? Emra ka rrjedh shumë anglishtën e italishten. Jo, mirë, italishtën si gjuhën e babit e kam fjalën unë, jo si lënë shkollë. Po s'ka lënë shkollë se klasë pare, është ka gjuhë të vetën. Bën video call me kushërinjtë e vet. Anjola Hamzaj, kënaqesh shumë. Është Mbarove? Po, në fund? Besoj po. Sepse Anjola dhe ti e kupton këtë. Gjithë vitin shumica politikanë ku je ulur ti aty, dhe kur merr një kolege, një të sërës tënde, di si duket ti, duke komplet ndryshe. Tani do t'i pyes aty, çfarë mendimi ke për Ballukun? A do vi opozita në pushtet? Edi Rama mandat në 4, dhe protestat në 22. Tani merr Anjola Hamzajn dhe duke sikur që janë hallet e medias, por mbi të gjitha që jam në periudhë detoksi. Jo, po mbi të gjitha ti një profili i treguar nga ty për veten tënde i një gazetare, dhe kjo mua më gëzosh. Me të drejtën e kam ndjerë thjesht nga kafja që ishim para se të vinim në studio, një vijim të bisedës që nisëm atje, jam ndjerë shumë rahat dhe shumë mirë. Nuk e di nëse këto kafet pastaj janë edhe të shitshme në YouTube. Do të shikojmë viewsat, po jam i bindur që do kesh goxha views. Anjola Hamzaj, të falenderoj shumë. Të falenderoj unë, ty ishte vërtet kënaqësi. Do kemi publicitet dhe ky është emisioni për sot nga Urlan Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram
në aplikacionin e reja.